në këtë sesion të ri dhe në këtë legjislaturë, ku vendi do duhet të jetë një forcë e rëndësishme lëvizëse, në veçanti për dy reforma jashtëzakonisht të rëndësishme për të cilat vendi ka nevojë jetike. Së pari për reformën administrative territoriale. Është e vonuar koha për realizimin e kësaj reforme madhore, që do të përmirësonte thelbësisht cilësinë e pushtetit vendor, e që do ta bënte atë shumë efikas dhe të aftë për planifikim strategjik të politikave zhvillimore. Së dyti, reforma në drejtësi, ne jemi të gjithë në ndërgjegjshëm që është edhe sfida jonë kryesore edhe në procesin e integrimit. Qytetari i sotëm dhe i nesërm evropian shqiptar ka nevojë për një drejtësi europiane. Aty është themeli i shëndosjes shoqërisë, ekonomisë dhe sigurisë së jetës, pronës dhe rendit në vend. Transparenca dhe gjithëpërfshirja, jam i bindur, do të jenë kushtet e domosdoshme për suksesin e përbashkët, për realizimin e këtyre reformave të mbështetura dhe të pranuara nga e gjithë shoqëria jonë. Progresi dhe zhvillimi qëndrueshëm i vendit do të jetë i mundur dhe i garantuar duke zbatuar plotësisht parimet e shtetit të së drejtës, duke rritur frymën e bashkëpunimit në respekt dhe në zbatim të ligjit dhe duke vendosur të gjithë së bashku interesin kombëtar dhe publik mbi çdo interes tjetër të çast.